Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Qeveria e Maqedonisë së Veriut parashikon që buxheti 2026 do të ruajë stabilitetin makroekonomik, menaxhim të financave publike dhe mbështetje të rritjes ekonomike. Pas miratimit të tij në mbledhjen e qeverisë, synohet rritje ekonomike në 3.8% dhe inflacion në 2.5%. Të ardhurat totale janë planifikuar në 347.7 miliard denar, ndërsa shpenzimet në 413.9 miliard, me një deficit buxhetor për 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto. Projekcioni të ardhurave tatimore për vitin 2026 është bërë me një rritje prej 6%, krahasuar me ribilancin e vitit 2025, që është rreth 12 miliard denar. Kontributet janë planifikuar në nivel më të lartë prej rreth 4.7 miliard denar, ose 4% më shumë krahasuar me ribilancin për vitin 2025, tha Ministra e Financave e Republikës Maqedonisë së Veriut Gordana Dimitreska Koçoska. Ministri i Administratës Publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Goran Minçev, premton se ligji për përmirësimin profesional dhe trajtimin e nëpunësve administrativ përbën një reformë thelbësore që ka përcen boshllëkun shumëvjeçar me synimit për një administratë europiane dhe realitet që po ndërtohet. Me këtë ligj po vendosim themelet e një sistemi transparent, efikas dhe të ndershëm, i cili do të mbështetet tek profesionalizmi, ku përparimi do të bëhet përmes dijes, jo përmes lidhjeve, theksoi Minçev. Sipas tij, thellimi i Akademisë për Administratë Publike do të ofrojë trajnime të strukturuara dhe zhvillim të kompetencave, ndërsa çdo i punësuar i ri do të kalojë 120 orë trajnim do të jap provim përpara një komisioni profesional. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut premton vendosjen e energjisë si një prioritet kombëtar dhe strategji shtetërore. Si dikush që vjen nga sektori i energjisë, di shumë mirë se sa e rëndësishme është ajo ndjen e lëvizjes së vazhduesme e ndryshimit dhe përgjegjësisë. Kjo është arsyeja pse energjia vendoset lart në agjendën shtetërore, jo si një çështje teknike, por si një prioritet kombëtar dhe strategji shtetërore, tha Istria Mickovski. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut nënvizoi se turbulenca globale na kujton se pavarësia energjetike është një kusht për lirinë ekonomike. Ministri i Transformimit Digjital në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Stefan Andonovski, kërkoi veprim të përbashkët dhe përpjekje të koordinuar në procesin e transformimit digjital të energjisë. Apeli vjen në sesionin Digitalizimi i sistemeve të energjisë për shpejtimi veprimit përmes koordinimit dhe inovacionit në kuadër të forumit të 14 ndërkombëtar të energjisë për zhvillim të qëndrueshëm i cili po mbahet në Shkup. Sipas ministrit Andonovski, digitalizimi mund të përshpejtojë misionin e përbashkët për një të ardhme të qëndrueshme të energjisë. Ai theksoi se digitalizimi nuk është vetëm proces teknik, por një mënyrë e re të menduarit dhe menaxhimit lidhur me të dhënat, institucionet dhe qytetarëve në shërbim të politikave të qëndrueshme. Rajoni. Siguria në Kosovë ishte tema kryesore e diskutimit mes ministrit të mbrojtjes së Maqedonisë dhe ambasadorit të Gjermanisë në Prishtinë, Rainier Rudolf. Shpreha mirënjohjen time për mbështetjen e gjatë të shtetit gjerman, praninë e shtuar të trupave gjermane në kuadër të KFOR-it si dhe besimin e thellë që ky bashkëpunim edhe me ambasadorin Rudolf do të vazhdojë në drejtim të thellimit të bashkëpunimit ndërmjet vendeve tona në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes si dy shtete që ndajnë interesa të përbashkëta, deklaroi ministri i mbrojtjes i Kosovës së Jug Maqedonsi. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Rainier Rudolf, diskuton çështjen e sigurisë në Kosovë me komandantin e KFOR-it, Ozgan Ulutash. Ambasada e Gjermanisë në Kosovë deklaroi se KFOR-i mbetet një shtyllë kyçe sigurisë, stabilitetit dhe bashkëpunimit në Ballkanin Perëndimor. Në njoftim ambasadori citohet të ketë shprehur vlerësimin e tij për punën e KFOR-it dhe falenderoi për shërbimin në promovimin e paqes dhe stabilitetit në Kosovë. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani kërkon ndihmën e Bullgarisë për heqjen e penaliteteve nga Bashkimi Evropian. Ajo është takuar me presidentin e Bullgarisë, Rumen Radev. Osmani gjatë një samiti në Riyadh tha se në qendër të bisedës ishte largimi i masave të padrejta ndaj Kosovës dhe avancimi i aplikimit për statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian si pjesë e përpjekjeve tona të përbashkëta për të forcuar stabilitetin rajonal dhe për të thelluar bashkëpunimin ndërmjet vendeve tona në kuadër të partneritetit evropian dhe euroatlantik, shkruan përmes rrjeteve sociale presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti apelon për zgjerim të Unionit Seychelles për sigurinë europiane. Gjatë një takimi në Zhaku e Delors në Paris, ai theksoi nevojën për një qasje vendimtare dhe të bazuar në meritë ndaj zgjerimit nga Bashkimi Evropian Seychelles për sigurinë europiane përballë rrezikeve aktuale gjeopolitike. Diskutuan gjithashtu investimet në mbrojtje të Kosovës, mbrojtjen kushtetuese dhe praktike të drejtave të njeriut dhe të pakicave, si dhe në lidhjen e pandashme midis agjendave ekonomike dhe parimeve demokratike, shkruan Kurti, teksa qëndron në Francë, ku po merr pjesë në forumin e paqes. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i kontrollit të lartë të shtetit Arben Sheu gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë mes të tjerave ka identifikuar problematikat e ecura në sektorin e shëndetësisë.
Para deputetëve shehu vlerësoi se në fushën e koncesioneve në shëndetësi janë kryer pagesa ndonse nuk është përmbushur niveli i shërbimit të kontraktuar. Në fushën e shëndetësisë janë konstatuar problematika në menaxhimin e pajisjeve mjekësore, veçanërisht për shkak të mungesës së inxhinierëve biomjekësorë në spitale si Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Spitali i Traumës, duke sjellë varësi nga shërbimet e jashtme, posto të larta dhe menaxhim të pasigurt burimeve. Krahas asaj shehu vlerëson se shpërndarja e pajisjeve në qendra spitalore nuk përputet me nevojat reale të popullsisë si dhe problem është trajtimi i pacientëve me probleme të shëndetit mendor. Po ashtu, shpërndarja e pajisjeve nuk përputhet me nevojat reale të popullsisë. Përkujdesja për pacientët me probleme të shëndetit mendor mbetet e pamjaftueshme. Në këtë rast u evidentua mungesa e një qasje gjithëpërfshirëse për trajtimin e tyre, ndërkohë që spitalet psikiatrike përballen me mungesa serioze në kapacitetet e akomodimit dhe të shërbimeve. Ishte kryetari i kontrollit të lartë të shtetit Arben Shehu. Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe kërkoi nga kontrolli i lartë i shtetit të ushtrojë auditime të hollësishme në kompanitë që shfrytëzojnë burimet natyrore të vendit. Gjatë raportimit të kreut të KLSH-s Arben Shehu në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, Braçe theksoi se është i nevojshëm edhe një fokus i thelluar në kontratat koncesionare, si në ato në sektorin e burimeve natyrore, ashtu edhe në shëndetësi. Drejtori i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike Iglitafa Edposh komentet në media mbi përgjigjem të deputetëve përmes vendosjes së pajisjeve Deep Packet Inspection pranë institucioneve publike dhe kuvendit të Shqipërisë. Në një deklaratë për media Tafa sqaroi se pajisjet DPI nuk përdoren për të realizuar përgjigjem apo profilizim të qytetarëve, por përdoren për garantimin e një mjedisi digjital më të sigurt për fëmijët. Ai shpjegoi se çdo përdorues në internet del me një IP publike që i përket entitetit dhe jo individit, duke përjashtuar mundësinë e identifikimit personal. Po ashtu theksoi se komunikimet elektronike janë të enkriptuara përmes çelësave dhe algoritmave simetrik dhe asimetrik, gjë që i bën teknikisht të paritshëm ndërhyrjet apo leximin e përmbajtjes së tyre. Zëvendës kryeministra dhe njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku prezantoi Kreshnik Bajraktarin si drejtorin e ri të shërbimeve të transportit rrugor në Shqipëri. Pasi listoi ndryshimet e sistemit të transportit ndër vite, Balluku theksoi se synim mbetet ofrimi i shërbimeve transparente dhe të shpejta në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian, ndërsa kuadri ligjor dhe kodi rrugor po përshtaten me rregullat e BE-s. Sot kërkohet gjithmonë e më shumë që shërbimet të kenë cilësi akoma më të mirë, që kuadrion ligjor, kodi rrugor ka pësuar disa herë ndryshime, të cilat kanë për synim përafrimin me kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian. Shqipëria synon që me përfundimin e autostradave që po ndërtohet të jetë pjesë e korridoreve europiane, ndërsa ish deputeti i Partisë Socialiste Tien Xhafaj është emëruar në detyrën e administratorit të shoqërisë Posta Shqiptare. Pasi akuzoi qeverinë shqiptare për fabrikim të shifrave dhe statistikave, deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku deklaron se referohet Eurostat kur thotë se 55% e shqiptarëve nuk e mbyllin dot muajin me të ardhurat e tyre. Eurostati ishte fakt shumë i qartë dhe ngrinte një shqetësim real që lidhet me jetesën e përditshme e qytetarëve shqiptar. I kuptoi ministrat e qeverisë që nuk e besojnë dot që 5 në 10 shqiptar, 55% e shqiptarëve nuk e mbyllin dot muajin. Sipas deputetes opozitare, rënja e rimitancave për shkak të zhvlerësimit të euros me rreth 30% dhe inflacioni i lartë në ushqime, që po ashtu ka arritur në 30%, kanë përkeqësuar ndjeshëm mirëqenien e qytetarëve. Kjo vjen sigurisht si rezultati shumë faktorëve, të ardhurave në rënje të disponueshme, të taksave të rritura, të faktit që 40% sot e buxhetit familjar shkon veç për ushqim, po nga ana tjetër rënjes të ardhurave nga emigrantët, prej zhvlerësimit të euros me vlerën 30% dhe rritjes së çmimeve të shportës ushqimore me 30%. Në fakt, shqiptarët janë më të varfër. Shqipëria sot është më e varfër sepse është e vjedhur, deklaroi Tabaku duke akuzuar qeverinë se ka humbur lidhjen me realitetin dhe po jeton në botën e propagandës. Ekzekutohen 9 prej 10 urdhër arresteve në kuadër të një operacioni për tjetërsimin e pronave dhe ndërtimeve pa leje në Lezhë. Të përfshirë rezultojnë ish zyrtar të kadastrës së Lezhës, Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit si dhe një punonjës policie. Sipas informacioneve bëhet fjalë për ndërtimin e disa shtëpive në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin, ku dyshohet se janë tjetërsuar prona ndërtuar pa leje dhe më pas legalizuar. Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dërguar pas hekurave 6 të pandehur për ndikim të palishëm dhe shpërdorim detyre. Konkretisht SPAK dërgoi për gjykim Musaj Gjikolin, Klodian Muçën, Sokol Mashën, Erion Danin, Emiliano Roçin dhe Vilson Roçin. Të pandehurit akuzohen për konsumimin e elementeve të veprës penale, ushtrimin ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, si dhe për të pandehurin
Erion Dani shpërdorimin e tyres. Sipas pak, gjatë vitit 2020 të pandeurit janë përfshirë në 3 episodet veçanta ku kanë kërkuar dhe përfituar shuma monetare që varionin nga 4.000 deri në 7.500 euro me pretendimin se kishin aftësinë për të ushtruar ndikim të paligjshëm ndaj funksionarëve të drejtësisë, me qëllim ndikimin në masa sigurimi personal dhe favorizim në dhënie dënimi ndaj disa të arrestuarve. Krahas ai është provuar se i pandeuri Erion Dani, kur ishte në detyrën e zëvendës shefit të komisariatit dhe shef për krimet në komisariatin nr. 3 në Tiranë, ka shpërndar tek persona të tretë dhëna të siguruara nga sistemi TIMS. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklaratë për media sulmoi drejtuesin e strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Altin Dumanin. Një ditë pas raportimit në kuvend, Berisha tha se Dumani u shndrua në amnestues të krimit të njohur ndërkombëtarisht elektoral. Sipas Berishës, për Dumanin, parimet janë vetëm statuti i Partisë Socialiste dhe lufta e egër ndaj opozitës dhe pluralizmit. Berisha tha se në fjalën e tij në kuvend nuk u mor me qëndrimet e tij antikushtetuese, antiligjore, hakmarrëse dhe primitive ndaj tij, por me shkelmimin që ai u bën interesave të qytetarëve. Një burim nga prokuroria më ka thënë sonte në lidhje me një çështje në proces. Altin Dumani ka bërë një ujdi për 5 milion euro në lidhje me dosjen e shtetasit Kreshnik Faruku nga Manza, Durrës, mik e bashkëpunëtor me Artur Sheun dhe tani me Xhevdet Troplinin, Pojen, edhe Elvis Doçin, Visin e Pojes. Sipas Berishës, Dumani lexonte në kuvend gazeta, lexonte shkrimet e zëdhënësit të vet të porositura dhe të blera. Ja ku është pra. Ju afërmendshi që do bëj gjykatësi atë që them unë. Irena Gjoka bën atë që thot ai dhe gjykatës të tjerë. Si ai urdhon, sepse ai i vën në kontroll mizor. Po atë kush e kontrollon? Asnjë. Ndaj dhe unalat e ky rast se çfarë probleme të tmerrshme ka ky sistem sot. Ky është bërë avokat privat i familjes Edi Rams dhe Edi Rams. Avokat privat i aferave të Edi Rams. Me 31 tetor në gjykatën kushtetuese do të mbahet seanca për të shqyrtuar 2 kërkesat ankimore të Erion Veliajt. Në të dëshqyrtohet ankesa për shfuqizimin e dekretit për zgjedhjet në Tiranë, ashtu sikurse edhe për shfuqizimin e vendimit të Këshillit të Ministrave për shkarkimin e tij. Gjykata kushtetuese njoftoi zyrtarisht Veliajin për seancën në fjalë. Pas shprehjes së pëlqimit të tij për qenë i pranishëm, gjykata njoftoi edhe prokurorinë e posaçme për këtë pjesëmarrje. Njoftoi edhe drejtoria e përgjithshme e burgjeve duke vënë dieni për datën dhe orën e zhvillimit të seancës plenare publike, si dhe marrjen e masave për shoqërimin e Erion Veliajt. Bota. Giganti rus i naftës Lukoil ka njoftuar se do të shesë asetet e tij ndërkombëtare pasi Washingtoni njoftoi sanksione kundër tij dhe kompanisë si motor Rosneft për shkak të vendosjes së masave kufizuese kundër kompanisë dhe degëve të saj në disa shtete. Kompania njofton qëllimin për të shitur asetet ndërkombëtare, tha Lukoil, duke shtuar se ka filluar procesi i tenderimit. Rosneft dhe Lukoil përbëjnë 55% të prodhimit të naftës në Rusi. SBA vendosi sanksionin ndaj tyre me qëllimin e qartë për të bllokuar të ardhurat e Rusisë dhe për ta dërguar për të negociuar një armë pushim në Ukrainë. Presidenti lituanes Gitanas Nauseda tha se vendi i tij nuk do të tolerojë shkelje të përsëritura të hapësirës ajrore. Ai deklaroi se ushtria është gati për të rrëzuar çdo balon tjetër. Komentet e tij vijnë pasi aeroporti i Vilniusit u detyrua të pezullojë operacionet e tij 4 herë javën e kaluar pasi në afërsitë të hapësirës ajrore u raportuan balona kontrabande që besohet se janë lëshuar nga Bielorusia duke shkaktuar shqetësime për sigurinë e operacioneve ajrore, shkruan The Guardians. Nauseda këmbguli se balonat u përdorën për një sulm hibrid kundër Lituanisë si një veprim i qëllimshëm që synonte destabilizimin e situatës në vend. Presidenti lituanes nuk përjashtoi masa të mëtejshme kundër Bielorusisë duke përfshirë kufizimet e mundshme në tranzitin e kurrëdor. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.